Veç live. Prej diasporës ma shumë kozak edhe këto. Prej diasporës, prej krejt venit. E ti sharoj Hajde shive pak këtu edhe herë që të nxjerrësh edhe këto. Ti sharoj edhe do muhabete me qenë këto. Burë kanë dalë shumë fjallë që unë e kom pa pak a shumë, po Gjestin, pse e ke shoh Gjestin, çka? Gjestin nuk është se kam në një gjë me Gjestin, thënë të vërtetë nuk është se unë kam bërë diçka të mirë se kam fshat Gjestin. A kupton, po unë Gjestin për herë kur bite muhabeti Gjestit dhe thosha një fjalë për Gjestin. Kupton? Se thënë vërtetën e kam pas antipati, nuk më pëlqente për ato, ai është e drejta vetë, është jeta vetë, mund të bëj çfarë doj, por nuk më pëlqente për arsyet që bëte twerk te ai muhabeti një mashkull vetë bythën aty, puthe një mashkull në buzë. Normal vëlla që unë mund ta shoh atë se çfarë bën, por nuk mund ta simpatizoj. Ja kuptoj që unë ta simpatizoj atë. Sepse ai nuk është njëri për ta simpatizuar, vëlla, dhe mua nuk më pëlqen. Po ai gjithsesi ka jetën e vet, vëlla, çdo kush. Po dikush për shembull kur e sheh këtë intervistë mund më thon për shqiptarët e Kosovës, mund më thon për shembull po Gjestit po atë ditë që e ke shoh i ka ndruar jetë vëllai. Po, atë ditë që i kanë ngushëllime shumë familjes vet, po unë nuk kam ditë gjë. Edhe më ka ndruar jetë xhaja dhe kam hyrë live, më kanë shah. Çfarë duhet më thënë kjo? Po kuptoj, kjo është, unë nuk e dija, isha live, po më shkruanin krejt çati emrin e atij. Gjesти dhe unë thash thjesht një fjalë që ashtu. Unë tash për pranon edhe po ndihesh keq. Jo, unë po them që thash vetëm një fjalë që ashtu aty, a kupton? Kaq. Po çfarë do të thotë kjo se thash një fjalë? Unë nuk e di, unë nuk është se i shajta vllajin ose shajta në një atje që ka qenë tek xhenazja, bëna një gjë të keqe që thash mirë. Edhe në një farforme po unë nuk thash as që më është bërë qefi, as kështu, sa ashtu mund të thosh që je një njeri. Po ti edhe po shpreh keqallë, ashtu është më normal që shpreh për çdo lloj njeriu, për çdo lloj njeriu ngushëllim në familjes vet dhe shumë të qartë. Po edhe për Ademia Shorin kanë thonë që e ke shoh është vërtet. Jo, a duke budallon ti? Si më shoh Ademia Shorin, valla. Veç me qenë njeri çmenë, apo miku truni që të bëhen budallat, bëhen me të meta mendore dhe mund ta shaj. Po si është e vërtetë tani me këtë? Po valla, kam qenë ditë live. Njerëzit mua nga që jam shumë i famshëm, jam shumë njeri i suksesshëm. Kam i fam marramëndse. Jam njeriu më i ndjekur për 7 vjet, nuk jam si këta tjerët që kanë 40.000 veta live një muaj dhe mrapa arrin me 70 veta live. Kupton, unë jam gjatë gjithë kohës konstant, valla. Edhe jetoj gjithë kohës isoj. Jo i herë i fort, i herë cop. Edhe valla nga që nuk më kanë kap kur njerëzit gabim. Kupton, kur një person nuk është kap asnjëherë gabim, këta munohen që me ta ngjit diçka me ta hudhi barr. Se po të shash Ademia Shorin mund të jesh njëri me të meta mendore, unë si kozak këtë mendim kam. A kupton se nuk është gjë normale. A kupton, nuk është. A ke qenë në herë me vizitu tek varrezat e? Jo, nuk kam qenë, po. A ke dëshirë? Kam shumë dëshirë që të jem. Me shku bashkë. Kam me shku. Edhe t'ja fjalën që kam me shku. Edhe puna Ademit me që ma përmene se nuk ka kupton ai nuk bilesas nuk është për tu përmend, për kështu muhabete se është edhe turp, ai është një hero që na kanë nderuar gjithë shqiptarinë edhe nuk mund të ketë më burr me lind si ai, s'besoj se mund të ketë. Si që kem mbrapa 6 kasetë diçka të bësh po jeti. Fiks, i njëjtë. Është pasardhë si ti. I njëjtë siç është Gjergji është dhe Ademi. Po unë kam qenë ditë live duke pi alkool, kisha pi shumë dhe isha live dhe thash du të bëj një përshëndetje për gjithë shqiptarët e Kosovës sepse janë njerëzit që më përkrajnë më me shumë me lek, më gjujnë shumë lek. Edhe nuk jam djalë që si mund të ofendohem diçka kur mu m'japin lek ata që jam, unë këtu ku jam tani jam fal atyne. Edhe tani si mund ta them unë atë gjë, kupton, nuk jam ajo lloj, si më thënë, ai lloj niveli. Edhe unë në pije e sipër vuna këngën e këtij të Ademit. Mora fjalë, po. E ne tani të komentet ishin 7.000 veta live më shkruajnë se ka Adem e ka Azem, unë i pim. Po të gjithë çati. Këta janë ata që komentuesat bëjnë, a kupton? Edhe ndërkohë ata bëjnë kështu, pastaj të bëjnë edhe kritika. E kupton çfarë do të them? Edhe ishte puna e emrit dhe unë po thoja, si e ka Adem, Azem, edhe thash, i soj është se në Shqipëri është një shprehje, një mut është emri, a kupton, ose një mut ose një soj që gjasme për diçka arse i mut është si kështu si ashtu. Po jo se thashun për atë mut, unë nuk jam budalla, unë thash po më pijem shkau pa dashje, a kupton se live, thash një mut është emri që si Adem, si Azem, a kupton? Po jo se është heroi ton shqiptar, valla, është njeriu që unë kam për ta bë tatuazh.